Edhe si vjet për trenet rresht festivalit tradicional folklorik Hasehon në Xonaj, sjellnin fragmente për ditëshmërisë së lashtësisë, dasmave, festave, por edhe fragmentet e betejave të kapërcimit të shekujve si këngë, si valle, si trashëgimi që ruhen ndër gjenerata si misioni shenjtë. Drejtori i festivalit Aziz Hodaj tha se janë bërë përgatitje intensive për mbarvajtje sa më të suksesshme dhe të edicionit e 36 të festivalit ndër më të vjetrit dhe më të vlerësuarit në hapësirat bashkëshqiptare. E si vjet tha ai, jubileu i 50 i shoqërisë kulturore artistike Malsori do të jetë një nga kryefjalët e festivalit. Kemi punu intensivisht që t'jemi të gatshëm me ditën e nisjes festivalit. Besoj që partnerët tonë me cilët kemi marrëveshje t'jenë në nivelin e detyrës dhe t'jenë bashkë me ne këtu, teknika zërimit, teknika ndriçimit, vendosja e karrikave dhe sa i përket anës tjetër seleksionimit për zgjedhjes grupeve ajo është kryer me kohë, do tani më dihet cilat grupe do të performojnë në këto 30 ditë në festival. Dihet, si vjet ne kemi edhe 50 vjetorin e themelimit të ansamblit që është organizatori i festivalit Hasehon dhe natën e parë do t'ja kushtojmë pikërisht këtij 50 vjetori me disa grupe mysafyre që do t'jenë mysafyre ekskluzive të Malsorit, grupe që kemi bashkëpunuar me vite me ta. Besoj që do t'jetë një mbrëmje e mirë, mbrëmja e parë, po pastaj fillohet me trendin e njëjtë të festivalit si vite tjera, pjesa garuese, ku do të përcillen sigurisht edhe nga juria profesionale, nga njerëz profesionistë që do të vlerësojnë në fund se cili grup, cila shoqëri do të jetë më e përgatitur, sepse dihet festivali nuk ka karakter garus klasik, mirë po megjithatë nga juria profesionale vlerësohen pikat më të mira, grupet më të përgatitura, performancat më origjinale, më autoktone. Festivali folklorik Hasehon tashmë i listuar si aseti mbrojtur në kategorinë e trashëgimisë kulturore shpirtërore, si institucion unik i ruajtjes, prezantimit, bartjes dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore shpirtërore të shqiptarëve, ka një rregullore të veçantë, andaj kriteret e parapara do të respektohen edhe në këtë edicion vijoi mëtej zotri Hodaj, i cili gjithashtu tha se skena e festivalit edhe si vjet do të pasurohet me ansamblet nga të gjitha hapësirat bashkëshqiptare. Sigurisht, ne jemi të angazhuar sidomos pas marrjes këtij statusi, jemi shumë të vendosur që të respektojmë kriteret, të respektojmë rregulloren që është hartuar nga ekspert të fushës për t'ju përmbajt, jo vetëm ne si organizator, po edhe grupet që vijnë. Tani më e dinë edhe grupet që marrin pjesë në festivalin Hasehon, i dinë këto kritere, përgatiten me kohë për të performuar në skenën e festivalit, dihet çdo gjë është live, çdo gjë është autoktone, burimore. Ky ka qenë edhe synimi ynë i futjes në mbrojtje të festivalit. Besoj se edhe si vjet nuk do të mungojnë trupa artistike nga hapësirat bashkëshqiptare. Po, ne tani kemi formuar kemi krijuar një traditë, kemi krijuar një bashkëpunim me ansamblet më të mira, me ansamblet që kultivojnë vlerat e folklorit burimor, të fillu prej jugut të Shqipërisë, pjesës shqiptare të Malit Zit, Maqedonisë, Luginës Preshevës, pra është një gjëtëpërfshirje kombëtare sigurisht, sepse bëhet fjalë për festival kombëtar. E që Malsori do të jetë kryefjale këtij edicioni, tregon fakti se do të përurojë një monument i veçantë para shtëpisë së kulturës Reshat Çoçaj, ndërsa në brendit e saj do të zbulohet edhe një mur ku do të figurojnë të skalitur emrat e drejtuesve dhe të gjithë anëtarëve të kësaj trupe artistike, e cila ka një histori të bujshme gjysmë shekullore. Ta shënojmë në disa mënyra, në disa forma. Ju po shihni të mbuluar një monument në balë të pallatit, ajo është monumenti apo statuja e logos ansamblit, do të jenë një vepër e mirë e punuar. Gjithashtu brenda në ambientet e Pallatit Kulturës do të vendoset një mur, jashtu quajtur mur i Malsorit, ku do të skalitën emrat e gjithë atyre, të fillu prej themeluesve, kryetarëve që kanë qenë për vite dhe edhe anëtarëve të shoqërisë Malsori nga viti 1975. Jemi mundu që të përfshijmë këto emra, jemi të vetëdijshëm që këtu mund të kemi gabuar, mund të kemi lëshuar, mirë po ka hapësirë në murin që
që po vendosim, që të vendosim në ndërkohë edhe emrat e tjerë, sepse jemi mundu bashkë me Këshillin Organizativ, bashkë me bashkëpunëtorët, që mos të lajmë dikon pa e përfshi, do të skalitën emra dhe aty do të jenë gjithmonë të vendosur në Pallatin e Kulturës emrat e atyre që kanë dhënë kontribut dhe kanë bajt gjallë për 50 vite malësorin. Para hapjes zyrtare të festivalit që fillon nga ora 19, një orë më para do të hapet ekspozita e fotografive që tregon veprimtarinë 50 vjeçare të shoqërisë kultur-artistike Malsori, si dhe një ekspozitë e veçantë nga piktoria super talentuar Tara Alia, ku punimet e saj me veshje tradicionale shqiptare do të mund të blihen, ndërsa mjetet e grumbulluara nga shitja e tyre do t'ju dhurohen fëmijëve të sëmurë nga kanceri.